Në gjimnazin e Tetovës, Kiril Pejqinović me rastin e festës së 28 nëntorit, ditës së flamurit kombëtar dhe pavarësisë së shtetit shqiptar, u organizua një manifestim kulturo-artistik ku të pranishëm ishin profesorët, nxënësit si dhe prindrit e nxënësve të shkollës së mesme të gjimnazit. Për realizimin e këtij programi artistik u përkujdesën mësimdhënësit e kësaj shkolle Bekim Ramadani, Lindita Imërllahu dhe Aliriza Mustafi. Në kuadër të këtij manifestimi për të shënuar festën mbar kombëtare të 28 nëntorit, ne kemi parapar një program të pasur artistik me këngë, valle dhe poezi kushtuar flamurit kombëtar, që për shumë shqiptar është i shet, sepse ndër vite është larë me gjak dhe pavarësisë së shtetit shqiptar, një ëndër e kahmotshme, shekullore e mbar kombit shqiptar, deklaroi për televizionin Koha Daud Tarifi, ndihmës drejtori i gjimnazit të Tetovës. Edhe gjimnazi i Tetovës, si të gjitha shkollat shqipe në të gjithë trojet shqiptare, sot kremtojnë njërën nga festat më të mëdha në historinë e kombit, ditën e flamurit, 28 nëntorin. Këtu, disa profesor, me angazhimin e tyre, arritën që sot të shpalosin për para nxënësve dhe disa prindërve një program të larmishëm, kulturor artistik, në shenjë të respektit për këtë fest, në shenjë të respektit për flamurin, këtë simbol të shenjtë të kombit, i cili ngërthen në vete të gjithë historinë tonë sa të dhimë shmaqe dhe të lavdishme. Pra, kjo është ajo për cilën sot jemi mbledhur, ndaj unë shfrytëzoj rastin të uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe në veçanti nxënësve të shkollës sonë, kolegëve, kolegeve dhe juve gëzuar festën. Ndryshe shkollat e mesme në Tetovë, konkretisht gjimnazi Tetovës, organizimet, programet artistike për të kremtuar festën e 28 nëntorit i kanë shndruar në manifestime tradicionale, ku për çdo vjet me rastin e 28 nëntorit organizojnë program kulturo-artistik për të shënuar këtë festë.